Fermerët e fshatit Drithas në Bashkinë Maliq po përballen me dëme të konsiderueshme në kulturën e misrit si pasojë e prapjes së ringrënësit, një dëmtues që po prek gjithnjë më tepër parcelat bujqësore. Petri Tymeri, fermer që kultivon 9 hektar me misër, tregon se mbi 70% e prodhimit të tij është dëmtuar. Ai shpjegon se investimi prej 13 deri 14 milion lekë të vjetra rrezikon të humbas plotësisht dhe thekson se në të njëjtën situatë ndodhen edhe 15 apo 20 fermerë të tjerë të zonës dhe ai kërkon ndërhyrjen e shtetit, qoftë përmes dëmshpërblimit, qoftë duke ofruar zgjidhje konkrete për luftën e dëmtuesit. Fermeri shton se problemi është përsëritur prej disa vitesh dhe pavarësisht dëmeve të vazhdueshme, ende nuk ka pasur masa efektive për ta frenuar prapjen e insektit. Neve konstatuam një rënje të misrit Mjani, mbështetër Mjan. E morëm e shkullëm, atë konstatuam që i kishte rreth qafës në rënjët e para të misrit, kishte 5-6 krimba, fishket misri edhe bie. Mund të them sa vjen edhe shtohet ajo. Kemi biseduar me specialistë të bujqësisë, do vim ta shikojmë, pas kanë ardhur akoma, që të dimë se ti spërkati. Edhe mendoj që vjen si pasojë nga që u përmbytëm që gjithë dimrin me misrin e korën tani vonë, edhe dava 15-20 ditësh u bën punimet, plugim, frezë, mbjellje, nuk arriti që koha që të ajrosë toka të mirë të diell. Unë kam 9 hektarë. Edhe specialistë të bujqësisë në Bashkinë Maliq konfirmojnë situatën, duke bërë të ditur se rreth 50 hektarë me misër janë prekur nga ringrënësi. Sipas tyre, dëmi në parcelat e prekura është i parikthyer. Ata rekomandojnë trajtim të kulturave me dron, por theksojnë se kosto e këtij procesi përballet nga vetë fermerët, duke rënduar edhe më tej barën financiare të tyre.